Mungesa kanalizimeve është kthyer në një problem shqetësues për banorët e lagjes Tepe. Për gjatë gjithë gjatësisë së rrugës, vërret se ujërat e zeza derdhen në kanalet buzrrugës, të cilat janë të ndërtuara ngjitur me dyert e shtëpive. Me rritjen e temperaturave, situata bëhet më problematike për shkak të rreziqeve për përhapjen e infeksioneve. Tonë ujët e zeza i hedhin komplet, si po shikoni vetë. Për në fillim lagjes, deri në fund lagjes, dy kanalet hedhin banjat komplet. Edhe to s'ka vu dorë kërkush, as bashkia, as shteti, paguajmë tana tatimet, që si rruga, as kanë bëj kanalizim, as i sëmë. Për një kanalizim, që në ku. Ja, shikaj, si janë. A marrë me pagësh. Problemi mall, në kanë ardhur, në kanë hidhe mram të shtëpia për me na pyet bashkisë tonë, nuk kanë bërë si gjë. Po na vijnë fëmijët për jashtë, për zotin nuk rrin, as nipat as mesat, vjen i rakeqë në paraborre, që shtëpiat i kena për smarit. Vjen djali, jetojnë këto, që me bathojnë Tepe. Na ka i fëmijë, ka i djalë kena, por nuk rrin për erës keqe me qitë fëmijët në barr, i kanë të vegjël, ashtë s'di që me të thanë. Shihni vetë, në keni nevojë. Keni po një herë Kujt, të nuk vjen kush, nëse me kënda rrumë. Pavarësisht kërkesës drejtuar institucioneve, banorët e lagjes Tepe nuk kanë marrë asnjë përgjigje për zgjidhjen e këtij problemi. Jena në ku 10 herë, edhe kërkush nuk në ka pru asë kërgjo. Prandaj këto, edhe fëmijët tonë për na ikon për i shpijet, se s'ne gjojnë me ndaj këtu, tanë punë banjave. Këtë ankesë ka bërë komplet tanë lagja, ja i herë, po 10 herë, 15 herë. Jo kena në ku ball, jo kena thonë ball për i këtë ankesë, lagja ma vjetër, mos më najtë në për shtëpia. Është shumë keq. Kjo problematike e cila vjen prej vitesh është kthyer në shqetësim për banorët e lagjes Tepe, të cilët shpresojnë që institucionet të ndërgjetësohen për rëndësinë e ndërtimit të sistemit të kanalizimeve në këtë zonë.